Gjithmonë kur ndodhin aksidente, ndodhin sipas 3 arsyeve apo 3 faktorëve kryesorë që ndodhin aksidentet. Është faktori njeri, faktori rrugë dhe faktori automjet. Fatkeqësisht ditëve të fundit kemi pas numër të shtuar të aksidenteve në vendin tonë, përfshirë edhe aksidentin e ditës së djeshme që ndodhi në autostradën e Ibrahim Rugova, gjithsesi nga një shembje dhe u shkaktu një aksident me fatalitet. Edhe kjo është vërtet e rëndë, vërtet shqetësuese për shkak të lëshimit të faktorit njeri. Me ndodh një aksident me fatalitet, natyrisht që është e vështirë dhe është e rëndë. Shqetësuese është numri i aksidenteve në rritje vazhdimisht, mos respektimi i rregullave të komunikacionit, mos mirëmbajtja e duhur e rrugëve, gjendja jo e mirë teknike, automjete, kështu me radhë, krejt këto janë si faktorë që po na ndodhin neve numër të madh të aksidenteve. Gjithmonë pas një aksidenti kemi një lëshim. Duhet më hetu mirë rasti, duhet më kriju një ekipe inxhinierëve dhe një ekspertizë më na tregu sakt cilat kanë qenë lëshimet në rastin konkret në aksidentin e ditës së djeshme. Por, është e papranueshme që në një autostradë të ketë shembje të dheut dhe atë të qëndrojnë me javë të tëra e muj, shembja pa u larguar. Edhe na jena dëshmitar të asaj që gjithmonë edhe në aspektin profesional, kur shembje mund të ketë, ndodhin deformime, shembje, ujë, gurë e kështu me radhë, por që duhet intervenohet me urgjencë, sidomos në autostrada, për shkak se zhvillohet shpejtësia e lartë të qarkullimit të automjeteve dhe pasojat mund të jenë trona, apo fatale, qysh kena pas na edhe vitin e kaluar kena pas fatalitet në këtë aks rrugor, na u ka përsëritur dje edhe duhet marrën masa urgjente për parandalimin e aksidenteve. Jo. Është konkrete, jo, s'kanë reagu mjaftueshëm, për shkak se është një kontratë që e bën mirëmbajtjen e rrugëve atë, edhe është një autoritet kontraktues që në këtë rastin konkret është Ministria e Infrastrukturës përgjegjëse direkte për gjendjen e autostradave, edhe rrugëve nacionale dhe regionale. Pra, nuk mendoj që kanë reagu mjaftueshëm, për shkak se e thash edhe më herët, shembjet mund të ndodhin, deformime mund të ketë, por sinjalizimi i përkohshëm duhet bëhet me urgjencë, për shkak që edhe nuk është e domosdoshme më vendos disa sheja apo disa kone për me lajmëru një deformim të rrugës apo një shembje. Pra duhet ketë masa apo pengesa fizike, devijim të trafikut, zvoglim të shpejtësisë, duhet ketë persona përgjegjës që qëndrojnë aty derisa masa e dheut apo shembja të evitohet komplet dhe rruga të jetë e qarkullueshme. Autostrada Ibrahim Rugova në përgjithësi është një autostradë e mirë, por problemet kryesore apo problematikat kryesore të kësaj autostrade janë shembja e dheut që ndodhin te aksi rreth zonës së Malisheves aty, edhe e Suharekës, ato shembje janë shumë problematike, edhe janë të na u përsërit neve me vite që e kena ato probleme. Pra, unë e kuptoj edhe një herë që mundet me pas shembje, por masat parandaluese duhet jenë të menjëhershme dhe me urgjencë. Ekipet e mirëmbajtjes duhet jenë të pajisur mirë me sinjalizim të përkohshëm të rrugëve. Edhe në çdo herë kur kemi deformime të rrugës, shembje të dheut e kështu me radhë, duhet vendosen pengesa fizike, mos më lënë mundësinë që ngasësit me u ataku direkt me shembjen apo me masivin në rastin konkret, për shkak se në autostradë, unë e thash edhe një herë, zhvillohet shpejtësia e lartë e lëvizjes, edhe për këtë arsye është e pamundur mu evitu shpeshherë nëse nuk ka masa konkrete apo pengim fizik në për rastet ku ka shembje.